Kalojmë tani tek sugjerimet e tjera. Tani kemi me produktet, me ingredientët që ne i përdorim për të ngrënë. Kemi vezën, vajin e ullirit edhe majonezën. Tani majonezën do sugjeroja mos të ham shumë, se na shëndor sidomos tani që do bëhemi gati për plazhin. Kështu që atë majonezën që na ngelet aty në frigorifer e përdorim për maskë flokësh. Majoneza është shumë e mirë sepse ndihmon për shkëlqimin e flokut. Vajin e ullirit mendoj që nuk ka nevojë të flas benefitet që ka për shkëlqim, për ushqim, për të gjitha efektet e mira dhe për vezën. Veza do jetë e plot apo vetëm e plot. Besoj se zonjat e din shumë mirë dhe jam e sigurt që e kanë përdorur vezën për flokët, se është një nga ingredientët ose ushqyese, vetëm për flokët, edhe për fytyrën e kemi përdorur, veç të bardhën, veçanërisht për flokët është magjike. Është periudha tani që duhet të kujdesemi posaçërisht, periudhë ndrimi gjaku themi ne në gjuhën. I kemi këto si efekte. Atëherë do hezim presioni atmosferik, 2 lugë vaj, ulliri, edhe 2 lugë majonez. Në sasi të barabarta, derisa të shohim, kuptohet, derisa të shohim që kemi një masë të një trajtshme, homogjene, thënë ndryshe, ati largojmë pak tasat e tjerë. Ndje se do bëj pak zhurmë kjo tani, sa të arrim një masë duhur, mund të ishtosh sipas nevojës që ka masa, edhe pak më tepër, me këtë masë një trajtshme, sigurisht do ta lyejmë gjithë gjatësinë e flokut, bashkë me skalpin, për ta lënë disa minuta. Jo, flasim me orë. Mirë është që t'i lëmë më shumë se 1-2 orë. Okej. Zakonisht në fundjavë, kur bëjmë ato punët e shtëpisë. Zgjohemi në mëngjes, bëjmë flokët. Po t'i keni vëre, kemi sjellë me Stelën shumë lloje maskash, mund t'i aplikoni një herë njërën, një herë tjetrën, një gjeni në YouTube-in tonë, në kanalin tonë YouTube Breze Dielli, për t'i rikthyer her pas here dhe për t'i bëre shumë mirë që e precizove edhe për masat, sepse shumë zonja më shkruajnë dhe më thonë që Stela, të lutem, nuk e morën vesh sa do të hedhim. Vetëm në ëmbëlsira janë masat precize. Po pra, unë ecin çik me sy nga që jam mësuar me këto edhe kërkoj ndjes. Atëre, 1 kokër vezë, 2 lugë të vogla majonez dhe 2 lugë vaj ulliri. Vaj ulliri dhe majoneza është në sasi të barabarta. Nëse doni për vajzat, në jeni më shumë se 2-3 zonja që do t'i bëni këto maska, mund t'i rrisni dhe t'i paksoni për çdo lloj tip floku. Për të ndryshmin, për të thatin, për të gjenerues mbi të gjitha dhe do ta shikoni shkëlqimin edhe atë vitalitetin që do jap kjo maskë. Mund ta trazojmë edhe pak më tepër, se ti e ke kështu si unë nuk do doja frikë dhe ndjeshmërit, mos bëjmë zhurmë, por ne jemi mësuar në kuzhinë që jo vetëm kaq, po edhe çik më shumë. Okej, tolerojmë zhurmat. Që ta tregojmë siç duhet. Ndryshe, nëse doni që të mos ju ngelen këto të bardhat e vezës, kalojeni në grisën e qepës. Ose një raste të vogël, ose një tel, derisa do bëhet një masë krem-krem. Homogjene. Krem i një trajtshëm homogjen. Dhe pastaj e aplikoni në flokun tuaj. Ja, tani besoj... Do doja ta aplikoja të floku jo tani, po jam mendoj që ke... Pas emisionit, të premtoj. Pas emisionit, okej. Mirë, besoj se duhet të ndrojmë vendet, kam përshtypjen për serumin? Apo do ta vendosësh të grisja? Okej, njësoj është se ne e gjejmë zgjidhjen kështu të momentit, nuk ka problem. Një fleksibël. Atëre, i lëmë janë maskat për flokët, shpresoj që ishim të shumë interesante, do mos me 2 llojet e vajrave, që për vajin e rozmarinës kishim folur, e dinim që e përdorim në sezonet të caktuara, kur është dhe më i përhapur rënja e flokëve, por me vajin batana, bajeni mend, e gjeni kudo në dyqanet natyrale, për ta përdorur të gërshetuar me vajin e rozmarinës, edhe pse jo, edhe më vete, edhe për ata që duan një flok të shëndetshëm, që kanë rënje. Po, e cilësove dhe vajin e rozmarinës, unë do ta sugjeroja që mund ta përdorim dhe te shampo. Mund të hedhim 3-4 pika në shampon tonë që përdorim, dhe ajo e ka efektin. Gjatë kohës që ne lajmë flokun, një deg rozmarine brenda shampos, lëshon ajo. Dakor. Një shampo tuaj natyrale. Që kush përton të këpus një deg në rozmarine, e ka të gatshme. Është shumë zgjidhje e mirë në fakt.